Miq Prizmës, sot është 30 dhjetor dhe sigurisht gjithmonë e kam pasur edhe zakon, por njëkohësisht është një traditë që të përshëndesja dhe të bëja një bilanç. Jo vetëm të emisioneve dhe jo për emisionet, se sa për shoqërinë shqiptare. Por fjalët e para janë që në urimin e 2026-ës të ketë vend për lumturinë, të ketë vend për familjen, të ketë vend për fëmijët, të ketë vend për dashurinë, të ketë vend për begatinë, të ketë vend për ëndrat. Shikoni miq Prizmës, kemi filluar në të keqen tonë shoqërore dhe jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë, të urrejmë ëndrrën. Të fillojmë dhe mos besojmë jo vetëm ëndrrën, po mos besojmë as të vërtetën. Priremi ke e gënjeshtërta, priremi nga fake newsi, priremi nga mashtrimi. Merremi shumë me këto dhe nuk merremi me ëndrrën tonë. Për ndërtimin e jetës dhe njëkohësisht për ndërtimin, mbajtjen, konsolidimin e familjes, shërbimin ndaj fëmijëve, pasurimin e familjes jo vetëm me këpucë, tesha, makina dhe element të konsumit. Jemi bërë një shoqëri konsumiste, gati e përçudmuar, me të këqijat e mëdha që ka një kapitalizëm i cili sigurisht largon moralin dhe merret vetëm me pasurimin material. Por kjo bën pastaj që të goditet familja. Dhe po t'i shtojmë këtyre shumë element politikës, me cilët ne merremi për ditë, nga një popull ideologjik dje, një popull folk politik sot, na bëjnë që të harrojmë të gjitha këto që se përmenda. Të gjitha këto që po përmend tani, jetën e mirë, planet për të ardhmen, familjen, shkollimin. Ju do thoni jo, ne i mendojmë. I mendojmë dytësore dhe gati dhe tretësore, terciale. Ato duhet zënë në vendin e parë, me gjithë analizat tona dhe opinionet tona. Jo vetëm e keqja. Gjithçka që është e keqja është primare për një popull i cili sigurisht është një shoqëri e cila ka degraduar, ka lëshuar terren të keqes. Këtu tash nuk duhet që të bëj asnjë element përçudnues për thjesht politikën, sepse politika është faktor që del nga ne. Unë duhet që për vit të ri të kemi një mendim ndryshe për 2020. Uroj që sigurisht edhe shoqëria të luajë nga ky istikam që ka zënë, istikamin politik të saj, të ngridjes të vazhdueshme. Politika sigurisht që do grinet sepse është e pabesë, është mashtruese, është gënjeshtare. Nuk njeh kurrë veprimtarinë e saj, e njeh vetëm kur është në pushtet, pastaj nuk njeh asgjë. Njeh vetëm beneficet e pushtetit dhe bën betejën më të poshtër, më të ndyrë që mund të jetë ndonjëherë edhe në Shqipërinë tonë, por edhe në shoqërinë e kësaj Shqipërie. Sigurisht e mbetur pak. Një pjesë e madhe ka dalë jashtë, për pikërisht pushtetin e disave që kur vinë nuk duan t'ja dinë më. Për ne, që sigurisht i kemi ndjekur ose i kemi votuar. Për këtë e kam fjalën. Jo për fajet e tyre, ato tashmë dihen. Njëra palë se do të marrë pushtetin, tjetra palë se nuk do ta lëshojë, dhe të dyja palët sepse shfrytëzojnë politikën për të bërë vetëm punën e tyre, e cila ka vetëm pushtetin në shikim të afërt, të largët edhe shumë të largët. Dhe nuk kam pse e diskutoj më, për çfarë do të diskutoj. Nëse s'kam vu mend, tani që kam kaluar një moshë, po i afrohem 70-ave, kur do të mend. Po janë shumë si puna ime. Ne grinemi për hesabet politike dhe nuk mendojmë për familjet tona, nuk mendojmë për prosperitetin e tyre, nuk mendojmë për ata pastaj që mendojnë thotë ikim fare nga ky vend. Po duhet i vënë fajin edhe shoqërisë, jo vetëm politikës, jo vetëm politikanëve. Ato i kanë në 365 ditë, 364 ditë fajet.
Ne I kemi një ditë, atëherë kur marrim vendim për to. Po këtë faj e bëjmë kaq zullum të madh, sa e paguajmë për 364 ditë të tjera, e ndoshta për 4 vjet 365 ditë. Ne nuk njohim asnjëherë në politikën tonë fitoren e askujt. Ne nuk njohim humbjen e askujt. Ne gënjejmë dhe mashtrojmë sepse sigurisht kështu na imponohet politika. Po kjo do të thotë që të mos mendosh për familjen. Kjo do të thotë që të mos mendosh për shkollat, mos mendosh për universitetet, mos mendosh për spitalet. Se po të mendoje për spitalet, për shkollat, për universitetet, për administratën, sigurisht që do të kishte vepruar më mirë. Sigurisht që do të kishte dhënë leksione dhe do të kishte ndëshkuar ato që me fjalë I thua janë hajna dhe të tjerëve që janë kriminela, e ku në fakt ti vetë ju bën shërbim si hajnave, si kriminelave, si të pa edukumve, si të pa merituarve në pushtet. E sado që dua unë t'i përjashtoj nga biseda, nga ky urim që do të bëj sote, unë nuk përjashtoj do të shoqërinë. Është kjo shoqëri që bën gabimet më të mëdha në këtë lloj drejtimi. Ne I bëjmë këto gabime. Unë I pari. Po dhe ju mas merit. Ne bëjmë një gabim të madh shumë, sepse nuk po na mbushet mendja akoma. Të futemi në fazën qytetruese. Ne kujtojmë se qytetërimi na imponohet nga politika. E nuk vjen bazë politikës, vjen bazë të edukatës sonë. Në momentin që ne kemi harruar të jemi të edukuar, kemi harruar të jemi të drejt për drejt dhe të vërtet, kjo do të thotë që jemi në shërbim politikës dhe që kemi harruar qytetërimin. Ne kemi harruar të respektojmë urbanitetin. Ndoshta dikur na kanë treguar me zor për ta respektuar. Pa ishte regjim. Dhe nuk pas kemi vënë mend as nga regjimi. Sot nga kush do vënë mend? Nga ata që na përdorin për mish për top, duke na treguar se duke thyer urbanitet, duke thyer edukat, duke thyer civilizim, jemi mirë me partinë, jemi mirë me votime. Ata që na akuzojnë për ditë, ju shiteni e ju blieni. Se po akuzuan që shiteni e blieni, ka akuzojnë, popullin e tyre akuzojnë. Edhe ne prap vazhdojmë. Kur ballas në marrë lënë se ky është popull që shitet e bliet, si berrat. A I shikoni se çfarë shkruaj në Facebook, popull dele, popull maskara, popull hajdut. Unë nuk po mundohem që të them kështu popullit tim, a shoqërisë time, se u di thosha edhe vetes. Po mundohem që të them një diçka tjetër. Që të kujdesemi për familjen, të kujdesemi për veten, për shëndetin ton, jo vetëm fizik, po dhe mendor. Që mos ndjekim mrapa kodekset cilat kanë rezultuar për 35 vjet, kodekset të shëmtuar, të pabesueshëm, njerëzve të cilët kemi dekada që I ndjekim pas, si majta, si djathtas, si qendrës, dhe që sigurisht na kanë treguar bryllin ose nuk e di se çfarë tjetër na kanë treguar. Këtu e kam fjalën. Nuk kam nevojë të them as dele, as I poshtër, as je me këtë, as je me atë, të jenë me këtë duan. Po të marrin përgjegjësi për kë janë dhe çfarë bëjnë. Edhe njëkohësisht marrin përgjegjësi për atë çfarë kanë interes. Dhe interesi kryesor është interesi I familjes. Kanë harruar familjen, këtë pse nuk e diskutoni. Kanë harruar familjen, se po mos ta kishin harruar familjen, nuk do veprohesh kështu. Nuk do kishte mundësi që një politikan t'i gënjente dhe t'i merrte zvarr. Si në protesta, si në administrim të korruptuar. Nuk mund t'i merrte dot, se nuk do t'i shkonin. Po e kanë harruar. Nuk jemi popull dele, as popull I marr, as popull me cilat etiketohet, sidomos në Facebook edhe kudo që shkojnë. Jemi popull që kemi humbur pak rrugën. Jo se ishim në rrugë të mbar, por në fakt nuk kemi nxjerrë konkluzion. Në këtë lloj tranzicioni post-komunist, nuk kemi nxjerrë konkluzion nga shkuara jo e mirë e jona. Nuk kemi nxjerrë konkluzion kush ishte e mirë dhe kush ishte e keqe, realisht. Nuk kemi nxjerrë konkluzion që 10 vitet e fundit në këtë vend u vodh gjithçka. U vodh çdo ndërmarrje. Dhe kjo e keqe e madhe, hajnis ton, është pasojë atyre viteve. Direkte atyre viteve. Edhe ato njerëz mashtrues, gënjeshtar, janë pasojë direkte atyre njerëzve. Janë njeriu I njeriu, vepra më e shkëlqyer e partisë. Ata drejtuan dhe ata morën edhe pushtetin, ata morën përsipër të bënin demokracinë. Hajdut, derbeder, dhe njëkohësisht shërptor të jo vetëm regjimit, por dhe sigurimit të shtetit.
Dhe ne kemi ndjekur pas duke e ditur se kush janë. Jo, kjo nuk vjen nga që jemi popull dele. Popull dele është ai popull I cili nuk ka kuptuar akoma që nuk ka për ta çarë ujku. Po mishin e tyre dhe lëkurën e tyre do ta marri bariu. Apo ja. Tash unë nuk duhet bëj alegori, as duhet bëj filozofi me ju, po populli nuk mund të jetë dele. Ai di gjërat shumë mirë. Por nuk ka gjetur drejt peshimin e vet. Nuk ka gjetur kërcjelljen e vet që të mbahet, të qëndrojë në këmbë vet, jo t'i vejnë një shkop si mollatartës, si domates. Nuk bën më kështu. Prandaj dua që t'ju uroj një 2026 më të lumtur, më të qartë. As politikisht, as ideologjikisht, po filozofikisht. Të qartë për të kuptuar që nuk vazhdohet në këtë lloj shoqërie, me këtë lloj mentaliteti. Mentaliteti jonë duhet të jetë ai I qartë. Politika është në shërbimin tonë, jo ne në shërbim të politikës. Ne nuk mund të bëhemi shërbëtorët qorr dhe njëkohësisht të detyruar të politikës. Sigurisht që disa e kanë zgjidhur duke u larguar. Dhe aty janë shërbëtorë të atij kapitalizmit, të asaj politike që ndodh atje. Janë taksa pagues të atjeshëm. Por e kam fjalën, sidomos për këta që janë këtu, që kanë vendosur të qëndrojnë këtu, të qëndrojnë në atë dheun e tyre. Është kollaj të marrësh vendimin, sigurisht nuk është aq kollaj, po largohem nga këtu. Dhe pastaj të japësh leksione nga atje ku je. Sidomos ata që japin leksione, pastaj vjen e njëherë edhe për të vjedhur. Por nga dashuria do ta kenë edhe këta, sigurisht japin leksione. Mbase ka disa prej tyre që bëjnë 5 vite atje jashtë, ose 10 vite jashtë, thonë, që si kanë met ta ignorancë si gjithmonë. Është tipike e shqiptarit kjo. Pas këtu se kanë fjalë. Edhe ata shqiptarë janë. E marrin prej këtu atë marrëzi, e transportojnë aty dhe pastaj ta kthejnë. Ne kanë fjalën ke veprimi shoqëror I joni, I cili nuk duhet I përkudet kurrë të keqes, marrëzisë. Duhet I rezistoj. Dakord miqtë mi, gëzuar 2026. Jetë lumtur e sa më tepër begati. Begati, lumturi, familje të shëndoshë dhe të mirë. E sidomos shëndet. Shëndet sa më shumë që të jetë e mundur. Gëzuar.